folin apo kasetën që përma në dorë këtu, cila bim është? Kjo që po e shohim këtu është hithri, fidane të hithrit. Ne kemi filluar që 3 vite me kultivimin e hithrit organik të certifikuar dhe është hitër i zakonshëm që gjendet çdo ku në Kosovë. Mirë po, kemi pas problem në të kaluar me hithrin nga mbledhja spontane, me qenë se gjenden çdo kund edhe mund të krijohen ndotje ndryshme, kështu që 3 vite kemi fillu kultivimin e tyre dhe tani po prodhojmë fidane për farmerët cilët i kemi të kontraktuar për kultivimin e hithrit. Cila toka ka sukses? Zakonisht hithri dën tokën e mirë, do thotë të klasit parë, dën plehrim, do thotë me pleh të shtallës, që nuk lejohet pleh kimik, atë asnjë bim në programin ton, edhe dën ujitje si çdo bim tjetër. Dhe këtu ka adresën e përpunimit apo? Po, gjithsesi ne me çdo farmer që i kemi në Kosovë bëjmë kontrata paraprake, afatgjate për çdo kulturë. Kjo për shembull hithrin e mjell një herë për 20 vjet e ke. A dën vaditje? Dën vaditje të rregullt, dën plehrim do të thotë para se të mbillet, edhe dën tharje. Sa vjeçare është? Kjo është bim 20 vjeçare, do të thotë e lën lirisht në gastën që e ke kultivuar. Mund të korret të jera apo shumë herë gjatë vitit? Kjo po korret 7 deri në 8 herë në vit. Ndërsa kultura tjera do të thotë korren maksimumi 3 deri në 4 herë në vit. Kjo për ata po del kultura më profitabile se korret 7 deri në 8 herë në vit, e çmimin e ka të njëjtë si menta, oregano, sherbela ose kultura tjera. Ka përdorim edhe ushqim? Po. Kjo shkon 50% shkon në industri ushqimore dhe 50% shkon në industrinë kozmetike. Kozmetike. A ka edhe bim tjera, cilat i shpjegoni disa tjera? Për shembull, këtu kemi edhe bim tjera. Kemi çka po e shohim këtu. Kjo pjesë gjitha janë fidanet hithrit që i kemi kultivu. Ajo pjesë është rigoni i bardh, gjitha ato. Kjo këtu që kemi afër është mollaga e zezë, rozeta, mollaga shumë vjeçare. Pastaj këtu kemi të kultivuar aguliqen, aguliqa e cila duhet të mbillet edhe kjo në enalësi mbidetare si gentiana, që patëm bisedë më herët. Atje kemi fidanet të gentianës, të rozmarinës, të lavandës, të sherebeles. Me një fjalë, gjitha kulturat që ne i kemi në kultivim, ne i prodhojmë fidanet bio të certifikume për farmerët që interesohen për me hinë skemin e kultivimit këtyre bimëve me kontrata.